Ka njerëz që besojnë se Kosova dhe Shqipëria kanë mu bashku brenda pak viteve. A është bashkimi planifikun prapasken, a veç një dëshirë popullore? Dëshirë e çuditshme popullore. Sepse historia i njeh një pak vite të Hitlerit, të nazifashizmit, kur trojës shqiptare janë qeverisur në tërësi dhe pa bariera, pa kufi, edhe pse përkundër edhe në atë kohë ka qenë një ndarje. Kur dhe asnjëherë Shqipëria dhe Kosova nuk kanë qenë bashkë. Kur? Që nga shteti Iliro-Pellazg e deri në ditët e sotme. Në kohën e perandorisë romake kanë qenë të ndara. Në kohën e Bizantit kanë qenë të ndara. Në kohën e perandorisë osmane kanë qenë të ndara në Sanxhaqe. Pra kanë pas krahina në veti që janë qeverisur. Kur s'kanë qenë bashkë? Në kohën e luftës së parë dhe të dytë, në kohën e nazifashizmit, kanë qenë pak vite, po jo të bashkuara me një kryeqendër, shembull konkret Tiranën apo Prizrenin apo ku i diun. Absolutisht. Dhe e fundit, tani më jemi veç shtete me flamuj edhe hymne të ndryshme. Po fatkeqësia dhe tradhtia më e madhe që është ka qenë koha e luftës UÇK-s, që për ideal të gjithë ata që kanë ra dëshmor dhe të gjithë ata që e kanë dhënë më të shtrejtën, jetën, më shtrejtë se jeta s'ka. Ata e kanë dhënë nën flamurin dhe idealin dhe ëndrrën e një Kosove që pas luftës, kësaj lufte, do t'i bashkohet Shqipërisë dhe do të përfundojë gjithçka si një territori i përbashkët. Kjo ka qenë tradhtia që ju ka është bo aty në dëshmorëve tonë, e sidomos me shpalljen e himnit dhe flamurit të ri për Kosovën. Nga qeveria atëhershme në krye me Hashim Thaqin.